shumë prind kanë nga tresa tek autizmi dhe tek ADHD apo ADHD. Por dallimi është shumë i madh. Edhe pse fëmijët me autizëm gjithmonë, siç e përmende, gjithmonë si diagnozë shoqëruese kanë ADHD. Kjo është për arsye të hiperaktivitetit, do thotë të vetmën gjatë të përbashkët që kanë autizmi dhe ADHD-ja është hiperaktiviteti. Pastaj një fëmijë me ADHD është shumë lehtë shpërqendrohet në loja apo aktivitete të caktuara, kurse një fëmijë me autizëm në rast se vazhdon fillon ta bëjë një aktivitet ose lojë të caktuar, ai ka shumë fokus më të gjatë se sa ai me ADHD. Kështu që tek fokuset dhe tek pjesët e tjera dallon shumë si përfundim të gjithë fëmijët të cilët janë shumica fëmijëve të cilët kanë diagnozë autizmin, kanë edhe diagnozë shoqëruese ADHD. Kështu që për këtu qëndron edhe shqetësimi edhe ajo ngatresa që e kanë. Po, që e kanë kryesisht. Jo vetëm prind, po edhe profesionist, sepse kërkon kohë edhe diagnostikimi autizmi.